Faleminderit zonja Vukaj, zoti Çaka. Po, faleminderit zonja kryetare. Jemi në fund të një procesi zgjedhor, jemi në gati një orë gjysmë nga fundi dhe unë doja që nëpërmjet kësaj sale dhe nëpërmjet këtij mikrofoni dhe asaj çfarë më ka dhënë legjislatori të përfaqësoj, t'i bëja thirrje të gjithë subjekteve politike, të gjithë përfaqësuesve të tyre në të gjithë Shqipërinë që në këto orë të fundit të respektojnë sa më shumë kodin zgjedhor, aktet rregullatore dhe çdo ligj tjetër i cili normon jo vetëm procesin zgjedhor, por dhe veprimtarinë e përditshme tonën. Në mënyrë të tillë që kemi në fund proces sa më gjithëpërfshirës, sa më gjithëpranues dhe sa më vlerësues edhe nga organizatat ndërkombëtare. Faleminderit. Faleminderit, zoti Nuri. Po, faleminderit. Edhe unë si përfaqësues i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore bashkohem me shqetësimet që sapo u ngritën këtu në lidhje me rastin e Vorrës, por edhe me raste të tjera që na janë bërë me dije në Tiranë, ku ka pasur dyndje të qytetarëve të ndryshëm, të pjesë administratës, kam qenë vetë prezent në disa zona në kryeqytet, paktën aty ku pata mundësinë dhe të votoj, dhe kishte prezencë të shtuar të individëve që pasi votonin nuk kishin pse të rrinin fare në oborret e shkollave apo të qendrave votimit. Rast tjetër problematik i minutave të fundit na është raportuar konferenca e Pezës, po ashtu. I bëj thirrje policisë shtetit që të jetë prezente në këto raste dhe në këto ambiente, të duhet prezenca e policisë shtetit, sepse edhe pse koordinatorët e sigurisë, KZZ-ja mund të kenë bërë telefonatat e ndryshme, herë pritet që të vi me shkresë zyrtare kjo thirrje e policisë dhe herë gjenden artifica apo justifikime të tjera për të avonuar ardhin e policisë dhe për të vënë rregull, rend dhe për të dëbuar të gjitha ata persona që s'kan pse të rrinë 150 metra distancë nga qendrat e votimit. Pra e ngre edhe një herë këtë shqetësim dhe bëj thirrje organeve që të kompetente të marrin përgjegjësitë e tyre, që këto orë të fundit që kanë mbetur, të procesit shkojë në mënyrën e duhur dhe po ashtu përfitoj nga rasti të bëj thirrje gjithë qytetarëve shqiptar që ende nuk e kanë ushtruar drejtën e votës, ta shfrytëzojnë këto orë të fundit që kanë mbetur për ta ushtruar drejtën e votës, e cila jepet një herë në 4 vjet. Faleminderit. Faleminderit zoti Nuri, zonja Xhina. Faleminderit. Atëherë sa i takon diskutimeve dhe nëse do ndalohet rasti i Vorrës, bashkohem në një pikë me diskutimin që ende nuk kemi prononcim dhe unë do thosha që duhet të presim sa të sqarohet rasti dhe çfarë ka ndodhur vërtet në Vorrë. Nuk do të tregohesh e paduruar për të dalë me prononcime apo deklarime të tepurta për sa kohë që kjo çështje tashmë është ndër komisioneri dhe ai ka pezulluar dhe apo ka tërhequr të gjitha bexhat e vëzhguesve. Nga ana tjetër, po, askush nuk e thret policinë. Jam dakord në këtë gjë, sikur askush nuk e threti policinë, kur pam një eksponent Partisë Demokratike që intimidonte zgjedhësit në korridorët e qendrave të votimit, i vërtiste, i kërcënonte duke u thënë drejtorisë zvarë dhe të tjera nga këto. Edhe unë shpreh shqetësim si askush nuk e threti policinë. Sa i takon këndvështrimin tim apo të forcësime politike, deri tani zgjedhjet kanë shkuar mirë, me shqetësime sigurisht të vogla, dhe neve kemi shprehur vullnetin për të zgjidhur situata që kemi mundur të komunikojmë me komisionerët apo anëtarët tanë komisioneve. Dhe unë gjithashtu përfitoj nga rasti për bërë thirrje që ata që ende nuk kanë shkuar pranë kutive të votimit të shkojnë të shprehin vullnetin e tyre, pasi është një ditë sublime dhe që është një drejt legjitime dhe kushtetuese që duhet ta shfrytëzojnë. Faleminderit. Faleminderit zonja Xhina, zonja Vukaj. Një saktësim të vogël zonja Xhina, për hir të së vërtetës janë njoftuar policia e shtetit nga të gjithë anëtarët respektiv të KQV-ve dhe njëkohësisht edhe nga KZAZ-ja, por nuk ka shkuar, nuk ka denjuar të shkojë policia e shtetit. Në këto raste kur policia e shtetit nuk shkon dhe nuk i përgjigjet ekzigjencës, duhet komisioneri shtetëror i zgjedhjeve të dalë dhe të bëjë thirrje nga kjo aul, sepse ka përgjegjësinë e mbarvajtjes së këtij procesi. Unë falenderoj kolegun që u bë sebeb sot na jepet mundësia e fjalës, sepse përndryshe ne nuk do kishim se ku ta shpalosnim, me gjithë respektin për mediat, të cilat do ishin të gatshme nëse do t'i thrisnim individualisht. Por është më mirë kështu, në mënyrë transparente, ashtu siç ka ndodhur për të gjithë publikun dhe për të gjithë mediat. Faleminderit. Faleminderit zonja Vukaj.
Dhe unë e mbajta radhën time për diskutime jashtë rendit të ditës, por në respekt rregullores do flas pasi të shqyrtohet projektakti. Atëherë fillojmë me rendin e ditës. Projektakti, siç ju thash, vjen me kërkesë të një antari të Komisionit Rregullator. Projektakti për shtyrjen e orarit votimit për 55 qendra votimi në Qarkun Vlorë për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025. Zoti Çela, lutem në mënyrë të shkurtuar të na relatoni për mbajtjen e këtij projektakti. Faleminderit e nderuar kryetare. Atëherë në bazë të rendit 11.1 e ligjit 10.019 datë 29 dhjetor 2008, Kodit Zgjedhjor të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar parashikon orarin e votimit për